Flasi pak për Partinë Demokratike, për opozitën, por duke u ndalur tek Partia Demokratike, nëse do të bëjmë një bilans të këtyre 6 muajve të parë të kësaj force politike, cilat do të ishin momentet apo stacionet më të rëndësishme të ecurisë së saj? Po, unë do e ndaja në fakt në 3 momente qasjen e Partisë Demokratike dhe opozitës në tërësi. Fillimisht do e lija veçmas në këtë analizë pjesën e opozitës, Partinë Mundësia, Shqipëria bëhet dhe lëvizje bashk, për shkak se ato kanë pasur një qasje të ndryshme dhe një lloj raporti të ndryshëm me protestën, krahasuar kjo me Partinë Demokratike dhe aleatët e saj tradicional. Kështu që tek sa i takon Partisë Demokratike, momenti i parë ka qenë ai një lloj rezistence dhe kundërshtimi apo mos pajtimi të leadershipit të Partisë Demokratike me protestën, me zotin Berisha, i cili në disa dalje të para që bëri gjatë 2 apo 3 ditëve të para të protestës, kundërshtoi në një farë mënyre atë protest dhe ishte dakord me projektin, madje theksoi se çdo kush që del kundër atij projekti në fakt del ndaj një investimi amerikan, një investim i huaj që sipas zotit Berisha kanë qenë shumë të pakta dhe të rralla gjatë këtyre 12 apo 13 viteve të qeverisjes. Më pas nga ky lloj momenti, nga ky lloj qasje në një farë mënyre jo pranuese, Partia Demokratike kaloi në një qasje tjetër duke e mbështetur dhe duke u bashkuar me protestën. Dhe kjo ndodhi me në dy lloj prizmesh. I parja i demokratëve të thjeshtë, të cilët për hir të vërtetës kanë qenë që në momentet e para mbështetëve të protestës, madje edhe kanë dalë në shesh, kanë qenë mesin e atyre që mund të konsiderohen si organizator të gjitha grumbullimeve, qofshin këto në Tiranë apo edhe në protestat tjera që u zhvilluan në rrethe prej disa ditësh. Dhe prizmi tjetër ai i zyrtarëve, deputetëve, funksionarëve të lartë të Partisë Demokratike, të cilët i pam që në javën e dytë e në vazhdim të protestës haptazi dolën në mbështetje të saj, duke ndryshuar kursin e javës së parë. Disa prej tyre ishin dhe në shesh me mbështetës anëtar të Partisë Demokratike, disa të tjerë kanë qenë shumë aktiv duke suportuar përmes rrjeteve sociale apo edhe në deklarata të ndryshme mediatike. Dhe faza e tretë që të paktën në gjykimin tim ka pasur Partia Demokratike në raport me protestën, ka qenë ajo e një lloj përthithje të një pjese të zërave që ishin, po themi, zërat kryesor të protestës. Dhe këtu kam fjalën për